pse quaj zonë shumë sekrete kjo e zonës Malit të Dajt? Rëndësia ishte se ishte qendra ndërlidhjes. Po. E para, e dyta, qendra ndërlidhjes duhet të ruajtur në mënyrë më perfekte. Dhe u zgjat pikërisht një vend midis shumë komandave dhe shumë reparteve. Siç u shpjegova atje poshtë, që ishin shumë komanda, që nga marina, që nga reparti i Ministrisë së Brendshme, fillojnë pjesa këtej, kemi lokacionin, kemi kimin, uzinën e tankeve, më poshtë, gjenjën atje sipër, topografia ushtarake, ajo, pra, mendo vetëm kaq. Sa reparte janë në një gjatësi që sa mund të jetë 5 kilometra, po e marrin kështu dhe 3 kilometra kështu. Qartë. Qa përqendrimi të madh ushtarak kishte. Dhe në funksion të këtyre, domethënë mund qendër këtyre, pikërisht qendra e ndërlidhjes. Po. Qendra e ndërlidhjes është për nga qendra e ndërlidhjes dhënsat, këtu janë dhënsat. Po. Poshtë, siç u thash, ishin marsat, këtu janë dhënsat. Kështu ka qenë rruga dikur? Jo, rruga ka qenë më e mirë. Më e mirë? Më e mirë, por ka një gjë. Në dimër edhe kjo bëhet e çike vështirë. Këtu jemi rrëz Malit të Dajtit, ha? Malit të Dajtit. Këtu është quajtur kompania e dhënsave. Kjo është më kryesorja. Se me Mars mund të marrësh atë me një radiodore mund të kapësh sinjal. Dhe me radiodore. Problemi është kjo dhënia. Dhënia është domosdoshme. Nuk çon gjë. Mund të marrësh, po ti nuk je bë. Kemi këtë tunel e parë këtu. Shikoni? Tu ka qenë një gjenerator kinez shumë i fuqishëm. Po kur them shumë i fuqishëm, ai mbante një fshat, po themi një lagje të Tiranës me drita. Po themi një lagje të dikushme, jo sot, se sot është, ose qytet në, po themi Vorën, dikur e mbante me drita, ky gjenerator. Ka që fuqishëm ishte. Që kur hiknin dritat, direkt futej në punë ky, edhe ushqente Gjithë stacionet. Atje. Aty ka qenë zyrat. Klasa, fjetoria, dhoma oficerit të rojës, menca, gjitha këtu, shkatëruar çdo gjë, siç shikoni, që të vjen gjëna. Ju atëherë e mendonit luftën? Do me thënë, ju bënit prova për luftë, për vetë e mendonit? Vetëm për luftë mendoje. Jo, e mendoje ti në vetë, do me thënë? Po shiko, e mendoje se mendoje ti, mendo vetëm kaq. Kur ai ti jep një armë që e ka qitjen efektive 200 metra, kush është më i rrezikuar? Ai që e ka efektive 800 metra, apo ai që e ka 200 metra? Ne ishim të destinuar të transmetorin deri në 200 metra. Ta shikoni marrë 200 metra, do me ishme transmetimin. Kur ai fillonte, që hynte në grykën automatikut ton, atëre fillonte pastaj. Jo, e kam fjallën edhe për përgatitje psikologjike, do me thënë ti e mendoje vetë në luftë? Shiko, nuk të gjithë themi luftën e mendonim, po nuk e psikologjisim si duhet. Se është tjetër gjë ta mendosh. Ju përgatiteshit, për nuk ishit... Përgatitja ishte maksimale. Duhet të thënë, ushtria përgatite në mënyrë... Ama, jo të gjitha repartet, se kishte reparte, për shumë që edhe mundet... Por repartet speciale ishën speciale. Këtu nuk fale. Këtu nuk fale asgjë.